Sot pja u tregoj do produkte që mu personalisht ma ka ndryshu krejt make-upin. Herën e fundit kur kom bo shopping në Berlin, KaDeWe, kom provu aty produktet edhe tepër m'kan pëlqy. Masi veç temperaturat janë ka gati 40 gradë, nuk jem të përdor foundation hiq. Sot jam të përdor vetëm SPF, jam të e përdor të Augustinus Bader Sunscreen 50 edhe tepër jam e kënaqur me ta. Përveç që ta jep një mbrojtje prej diellit, e krijon edhe një bazë shumë të bukur për make-up. E tash produktet që kam i përdor në vejm janë të Charlotte Tilbury. Spare kom fillu me ja dho një kontur fytyrës. Paleta është e Film Star Bronze of the Glow. Kjo nuancë është e medium deep. Mu personalisht tepër m'ka pëlqy. Diqysh pja e fytyrës një lloj ngrohtësie dhe një dimension. Në anën tjetër është edhe highlighter, tepër elegant. Dap një glow shumë bukur edhe shumë natyral. Për konturimin e buzëve zakonisht e përdori nude. E kësaj radhe e kom përdor nuancën e Pillow Talk Medium, tepër elit. Më pëlqen se definon shumë bukur formën e buzëve edhe tepër zgjat, 24 orë. E nëse jeni adhurues të nuancave nude, ky buzëkuq është zgjedhja perfekte. Buzëkuqi që kombinohet pothuajse me çdo make-up është Kissing në nuancën Pillow Talk Fair. Dhe në fund jam të përfunduar me një Big Lip Plum Gauze. Ky Big Lip të jep ndjesinë e buzëve të plota. Për me mbajt make-upin ma gjatë, jam të përdor Airbrush Faultless Setting Spray për ditën, për natën. Ky fixing spray e fikson make-upin.